Unë mendoj që nuk është koha e atyre si shtonë ndëruar, besoj se ne në 90 i Kushtetutës të Kosovës e përcakton qartësisht mbas kush e fituesi i zgjedhjeve mbas certifikimit të zgjedhjeve nga ona e KQZ se është i vetmi organ shtetëror ligjor dhe mbasi certifikohen zgjedhjet duhet Albin Kurti të thirrë mendjes dhe të bëj bisedime me krerët e opozitës duke filluar nga zoti Bedri Hamza nga PDK-ja, nga profesor Abdi Gjiku nga LDK-ja dhe nga Ardian Gjini nga AK-ja, që të gjejnë ndonjë marrëveshje politike. Besoj që me AK nuk mund t'i ketë 80 mandate për të zgjedhur ngërshjen e presidentit, mundet vetëm me PDK-n e profesor Bedri Hamza dhe LDK nga profesor Abdi Gjiku, që besoj që mund të jetë nga këto njëra parti marrëveshje për të zhvilluar dhe për të ardhur në një konkludim dhe për të kaluar këtë krizë që ka kapluar shtetin e Kosovës dhe mos gjetën e një afërsie dhe mos pëlqimin e atyreve që kanë dalë në zgjedhje. Dhe unë mendoj se vetëm me biseda konkrete, jo onash, polarizimet, populizmet dhe të kaluarës të kalojmë dhe të gjejmë një marrëveshje politike dhe të bojmë dhe për 4 vite të ardhshme të qeveriset o me PDK-n si fituesja e zgjedhjeve të dytë dhe o nga LDK si tjetra, dhe këtë është në